Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon ta ketë kryetar Lumir Abdixhikun edhe pse në zgjedhjet e fundvitit i mori veç 13% të votave, por kryetari i partisë së paku po merr një farë mbështetje edhe nga ca figurat e njohura televizive. Në kuvendin e LDK-s më 31 janar, aty ku votoi për të vazhduar me Abdixhikun apo për ta shkarkuar, 55% e delegatëve e përkrahen kryetarin aktual, edhe pse vet Abdixhiku shumë herë kishte folur për përgjegjësi dhe llogaridhënie, veçanërisht pas rezultateve të dobta zgjedhore, një gjë e tillë nuk ndodhi. Megjithatë, përkundër faktit se partia më e vjetër në Kosovë ra nga 18% i shkurtit në vetëm 13% më 28 dhjetor, Abdixhiku gëzon mbështetje nga influencerët Ronxhi Novci dhe Zana Avdiu. LDK-ja shembulli i demokracisë për partitë në Kosovë, edhe unë mendoj që Lumiri një herë për një herë është zgjidhja më e mirë, tha Gjinovci sado që nuk kurseu nga kritikat për lidhjen e Abdixhikut me oligarkinë në tentativë. Edhe Zana Avdiu u gëzua për Abdixhikun, të cilin e përkrah publikisht prej një kohe të gjatë. Edhe një shans për LDK-n, tha Avdiu, me një emoji të buzëqeshur pas fitores së zbeta Abdixhikut në kuvendin e LDK-s. Pra tash partia e Ibrahim Rrugovës, e cila është degraduar në 13% për 2 palë zgjedhje, mbetet të mbrohet nga figura të reja brenda partisë, që gjithnjë më shumë i ngjajnë VV-s, si dhe nga influencerë që anojnë ka Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit.